Policia e Shkodrës ka arrestuar shtetasit Gjovalin Gjekaj dhe Pullum Gjekaj, banues në Malsinë e Madhe, ndërsa është shpadur në kërkim dhe nipi i tyre. Këto shtetas dyshohet se kanë qelluar marrëmzjarje drejt automjetit të Edison Tiranës dhe pasi kanë ndaluar, e kanë rrahur ato duke i shkaktuar plagë në trup dhe në kokë. I gjithë konflikti dyshohet se ka ndodhur për shkaqe banale. Vëllezëri Gjekaj kanë qelluar marrëmzjarje në drejtim të automjetit të 42 vjeçarit Tirana, i cili ka humbur kontrollin dhe është përplasur me pikën e karburantit. Më pas ai ka tentuar të largohet, por është kap nga vëllezëri Gjekaj, që më pas dyshohet se e kanë goditur me sende të forta. 42 vjeçari Edison Tirana ka marrë ndihmën e parë në spitalin e rajonal të Shkodrës dhe është larguar për në banesën e tij. Në njoftimin zyrtar të policisë së Shkodrës thuhet se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malsi e Madhe, në bashkëpunim me shërbimet e DVP Shkodër, të mbështetura nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në aksin rrugor Koprik Shkodër, një shtetas ishte kanosur marrëmzjarri, organizuan punën për kapjen e autorëve dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Si rezultat i veprimeve të shpejta, u kapën në flagrancë dhe u arrestuan shtetasit Gjovalin Gjekaj, 63 vjeç, dhe Pullum Gjekaj, 51 vjeç, banues të fshatit Mbajz. Gjithashtu shpall në kërkim shetasi me inicialet KG, 34 vjeç, banues të fshatit Mbajz. Nga hetimet, dyshohet se këta 3 shtetas, gjatë një konflikti për motive të dobta, kanë qelluar marrëmzjarje në pjesën e pasme të automjetit dhe pas ndalimit në afërsi të rreth rrotullimit në hyrje të qytetit të Koprikut, kanë goditur me sende të forta, duke i shkaktuar dëmtime shtetasit ET. Materialet procedurale do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.